Po rikthehemi në studio dhe besoj që tashmë Hajdar Hajdarin ose Dalin e kemi në linjë Skype-it, me të do flasim për podcastet. Një nga arsyet pse zgjodha të kem fokus një podcast që është lansuar së fundmi dhe që quhet Çuçkat me disa djemë të Gostivarit, është edhe mënyra se si është konceptuar si podcast, për shkak se ka efekte, vizualisht duket shumë bukur, ka disa ndërhyrje, ka regjisor, ndërhyn dhe regjisori, është një lloj interaktiviteti mes udhëheqësve të podcastit dhe regjisorit. Me një fjalë është një projekt shumë i bukur që ka filluar në muajin e Ramazanit, dali gjithmonë me grupën e vet, bën diçka në karantinë, domethënë në momente ku njerëzit shfrytëzojnë rastin të rinë më shumë në shtëpitë e tyre. Me që jemi te Gostivari, do flasim me Dalin fillimisht për mënyrën se si po shkon agjërimi atje. Dalin, uroj ta kemi në linjë. Dali, përshëndetje. Përshëndetje, Gjuvanzi. Përshëndetje. Në linjë jam. Në linjë je? Edhe je te vendi ku duhet të jesh, apo jo? Po, bile i kam edhe këto. Shumë mirë, ndërhyrjet. Para se të fillojmë të flasim për këto gjërat që bëjnë një podcast do thoja unë, të veçantë, jo vetëm ato podcaste që ne së fundmi kemi mësuar që t'i shohim ose t'i dëgjojmë në internet dhe që për mua janë të thata, nuk kanë shumë efekte, nuk kanë shumë gjëra që ta mbajnë vëmendjen dhe që podcasti të duket i shkurt. Ne sqaruam pakës më herët se çfarë termi të përdorim për podcastin shqip, që propozon një gjutar dhe thot radio në internet. Ose vodcast, kur duket dhe imazhi, dhe thot televizion në internet. Kështu që ju mos e përdorni këtë, me që në natyrën e podcastit është pak më shumë satira, humori, parodia, por më tregon një herë fillimisht si shkoni me Ramazanin në Gostivar. Me Ramazanin deri tash jemi, si do t'i kishim thënë ne ke Çuçkat, në vi me xhamatin. Në vi me xhamatin. E mbajmë Ramazanin, nuk lishojmë pe, edhe koha shumë e shkurt deri në ora 5:30, 5:45, kështu që pse të mos e mbash, ndihmon edhe në aspekt shpirtëror, edhe në aspekt fetar, edhe në aspekt fizik, ka nuk mero. Kanok, e folura e Gostivarit është shumë specifike dhe më pëlqen ai termi që e përdor Adisi që thot tollumbashi për... Tollumbashi. Kjo ka qenë edhe esenca e këtij podcasti, që ta mbajmë atë realisht ne kur flasim në gjuhë letrare, po edhe kur mundohemi të flasim gegnisht, edhe kur mundohemi të flasim tetovarçe, ne jemi falc, ne Gostivarli. Po, dhe e keni një të folur interesant që është e vërteta. Tahejnë, si thoni? Po, tahejnë. Tahejnë. Edhe kur ne flasim Gostivarçe, atëherë jemi original dhe reflektojmë edhe te publiku edhe gjatë podcastit, se tash kemi kritika për barbarizma, po kjo është e folmja e Gostivarit. Ka shumë barbarizma, ka shqip, ka turqisht, ka maqedonisht. Kështu që ne jemi podcast. Gostivari është komunë multikulturore dhe sigurisht i parashe edhe këto në të folurën e qytetarëve të Gostivarit ekzistojnë këto terme, nuk është që ju i shpikni ose... Jo. Se na vijnë natyrshëm, sepse është përditshmëria jonë. Dali, të flasim për projektet në përgjithësi të podcasteve, që besoj që ti përcjell. Çfarë përfaqëson për ty një podcast? Unë kur e them fjalën podcast, gjë e parë që më shkon ndërmend, e cila duhet jetë në nivel, mos them perfekt, është audio. Kjo është ajo kryesorja që e mban një podcast, ja mban dëgjueshmërinë, shikueshmërinë, është audio. Kur flas për audion, flas për pjesën teknike të audios, mikrofonat, ndëgjueset e kështu me radhë, por flas edhe për temën e cila trajtohet brenda një podcasti, se edhe ajo është pjesë audios e cila e mban shikueshmërinë ose dëgjueshmërinë, sepse podcasti në fillim ka qenë vetëm një audio emision, do ta kisha thënë. Është transmetu vetëm në radio, ose pastaj në platforma digitale, por vetëm si audio, pa vizualitet, pa video. Pastaj
në YouTube futet si edhe me video, por videoja është dytësore, mendoj unë për një podcast. Nëse ke audion kualitative, temën kualitative, mysafirët në vi me xhamatin, videoja është vetëm qershia mbi torte. Do të thonë ju pas këtë bërë parull këtë në vi me xhamatin. Vizualisht edhe gjithmonë kam bërë përshtypje lidhjet kur I kemi me ju në studion tënde, duken vizualisht shumë bukur, I kushton shumë rëndësi kësaj pjese. Besoj që podcasti patjetër duhet ta ketë të rëndësishëm zërin para si gjithash, por ajo që ti I ke shtuar podcastit Çuçkat është edhe vizualiteti, është edhe efektet, janë efektet që e bëjnë interesant. Prej nga si të erdhi ideja ti përdorësh to, ke parë dikund këtë metodë që është përdorur apo? Po, në shumë podcaste, po do të kësha qytë edhe në talk show, në late night show, përdoren këto shpicat, këto gjinglat, këto duartrokiqjet, edhe pse në shumicën e këtive late night show-ave më të mëdhenj ka edhe audiencë brenda, të cilët janë. E bëjnë gjallë atmosferën. E bëjnë gjallë atmosferën, ne për shkak se nuk kemi mundësi për momentin të fusim publik, po e kemi si ide që edhe në të ardhmen në emisionet e radhës të kemi edhe publik. Unë jam mundu që ti bëj në mënyrë digitale, sepse edhe ke pjesa e audios jam studion faktikisht më shumë e kam audio se sa video, kështu që kur I kam kombinu elementet e videos dhe audios, kam arrit që kjo pikë ku unë mund të fus një duartrokiqje. Të janë shumë të bukura. Faktikisht njohja jote me teknologjinë ka bërë që këto efekte të jenë shumë me efekt përdorimi. Të kenë efekt mirë të përdorimit. E peceke Covidin, pandemin, unë kam hargju shumë kohë në pandemi, kam shfrytzu, e kam thënë edhe në emisionin tënë më herët, e kam shfrytzu shumë mirë pandemin, atë kohën që kemi qenë izoluar, e kam kthy në favorin tim. Jam mbyll në studio dhe kam studiu gjithë këto pjesët teknike që ndoshta do të na duhen pas kësaj periudhe post-pandemike, që janë bërë gjitha në live stream, podcastet, gjithë kjo sfera e digitalizimit ndryshoj, unë atë periudhe kam shfrytzu për këtë ditë. Sirenat ku I ke në fakt, se vetëm ato si të gjuhë. Edhe ke bërë shumë mirë që e përgatitur për këtë ditë. Projekti Çuçkat ka më pak se një javë që është lëshuar, apo jo, nëse nuk e kam gabim, dhe 2 javë në fakt. Dhe ndikimi që ka pasur te masat, mënyra se si ka depërtuar shikueshmëria, të gjitha e kanë bërë që të jetë një diçka shumë origjinale dhe e kërkuar për momentin, I mban njerëzit në pritje të episodës së radhës dhe kjo sigurisht ju gëzon. 2 djemtë kush janë ai prezanto pakës, edhe me sa di unë, ata nuk po shpikin asgjë, thjesht po flasin për njëri tjetrin her pas here me fakte shumë të vërteta, sidomos kur e luajnë berberin dhe taksistin, ndërsa ka dhe situata të improvizuara, apo jo, aty brenda? Po, gjithmonë. Humori atyre dyve është original, por edhe unë e quaj shpesher I paparashikueshëm. Ka momente që edhe unë nuk e pres se ku mund të shkojë ideja ose truni Halilin këtë rast, ose I Adisit, me një temë caktuar ku ne atë temë trajtojmë, mendojmë për dishmëri se ne jemi shok shumë mirë. Edhe kjo e Çuçkave nuk është se është një ide e re, ndoshta formati është I ri, ne kemi vendosur të vim në podcast, po kjo është një farë rikthimi I Çuçkave në skenë, sepse Çuçkat kanë ekzistuar në vitin 2012-2013, si një grup të rinj shëngostivar, të cilët po bënin hip-hop, komedi me theks gostivaras. Kjo atëherë na dha një hof, por aq ishte ajo, nuk zgjati shumë gjatë, por kishte një impakt në rrethin tonë, sepse ishim pari që po bënim muzikë me theks gostivaras. Kështu që pas një pauze kështu të madhe, normal, ai nuk ishte një pauzë, po secili me ato punët e veta. Gjysma migruan, shkuan në gurbet, apo gjysma e Çuçkave? Gjysma e Çuçkave, shumica nuk janë tu, edhe unë vendosa në diskutime sipër me Adisin dhe Halilin, thash, unë mundësit në studio I kam. Nuk na duhet asnjë sent
të ta them kështu puro gostivaç. Nuk na duhet vetëm asnjë sent tjetër. Vetëm të hunxhën këtë rosetat, të nezim kamerat e ne fillojmë. Kjo ishte ai muhabeti i fundit Ndërsa Halili Hadisi kush janë në jetën e përditshme, jashtë podcastit? Hadisi është kompozitor, është muzicient, punon për momentin në Qendrën për Kulturën Gostivare, është udhëheqës i sektorit për muzikë. Me Hadisin ka një 5-16 vjet që bëjmë edhe muzikë bashkë, është edhe një muzicient shumë i mirë. Ndërsa Halili është thjesht një afarist i cili e ka dyqanin e famshëm që e përmend ke podcasti. Do me thënë dyqani nuk është shpikje, po është e vërtet. Dyqani Halilit, i cili ekziston në bulevard dikuret 7-18 vite, tash 20 vite, ndoshta. Nuk e di Halili nëse ka dash jetën publike, se ma mendja që Hadisi e ka bërë, si duket ati, e përballon mirë famën? Po, Halili realisht në këtë rrethin tonë të vogël të Gostivarit, Halili është i famshëm. Legjenda. Për punën që e bën në atë dyqanin e tij të famshëm, po edhe për talk showin, muhabetin që ai e bën në atë dyqan, sepse është e vërtetë se në atë dyqanin e Halilit, i cili e ka emrin 13, numër 13, aty më shumë shkohet për të bërë muhabet me Halilin se sa për t'i marrë shërbime Halilin. Atëherë kjo me sa kuptoj, podcasti juaj është mes talk show-t, ose si quajnë këto talk show-t e vonshme të natës, apo jo, edhe podcastit. Qëndron diku në mes. Është një lloj forme e re e podcastit që ju ofroni. Është një farë kombinimi që ne kemi konceptu, realisht edhe këto ndërhyrjet që ka paskoj bëjun, nuk është se e mbajnë mrenda formatit podcastit. Ka paskoj tele dhe në aktrim. Janë me skenar këto, keni një plan paraprakisht para se të futeni në studio se çfarë do trajtoni, apo? Realisht ne, sepse jemi shok shumë të ngushtë, në gjatë gjithë ditës rrim bashkë, edhe kërkojmë në për Gostivar ose vendet ku hecin ne çuçkallëqet, inspirohemi nga çuçkallëqet e Gostivarit, por ne kemi disa vija dhe disa pjesë të skenarit për cilët ne do të flasim në epizodet caktuar. Për shembull, atë i bëjmë, si të them, vetëm si fenomenet i trajtoni, fenomenin, po. Si që ishte vënja e dritave të zëmë në Gostivar, në qytetin e Gostivarit. Jave pare Ramazanit i kapin ato 2-3 fenomene interesant që ka ndodhur brenda një jave. Ose ku bëjnë çuçkallëqe në taksi apo në berber, edhe u alë free improvizimin Halilit dhe Hadisit, ato e hecin. Me që ra fjallat e çuçkat, se ne nuk e kuptojmë, mos them për herë të pare kam dëgjuar, po ndoshta prej grupit çuçka. Çfarë do me thënë çuçka? Realisht kështu në thelb asun nuk e di, po ne në Gostivare përdorim shumë këtë çuçkallëkun. Thënë kur dikush e miremi me punët e qeterkujt. Një njeri i cili merret me gajlet e qeterkujt është çuçk. Bon çuçkallëk. Për shembull, ne kemi pas një këngë e cila është në promon e podcastit. Ju nuk e dini se si bëhen muçkat, nduket s'keni ngju hala për çuçkat. Në fakt, çuçk e kam dëgjuar në konotacionin janë mbledh çuçk. Do të thënë që janë mbledh shumë, kur bëhen çuçk. Do të thënë kur i vën tup. Një lloj aty brenda ke çuçka, ke çuçkallëku, bëhet muçka. E kjo muçka shif, do ishte mirë në një podcast veçantë ta trajtoni muçka dhe çuçka, çfarë do me thënë. E mund ta vënë edhe këtë. Se ndoshta në disa vende edhe është dëgjuar si fjalë. Thash unë e kam dëgjuar në kontekstin e njerëzve që mblidhen në një vend shumë. Çuçk janë bërë. Po, çuçk bën. Dali, unë propozoj tani të shohim 2 inserte të shkurtra që janë të bëra janë pjesë muzikore në fakt, që ju i keni pas edhe pjesë të repertorit të çuçkave. Regjia, nëse i kemi gati, ti dëgjojmë dhe kthehemi pas pak me Dali.
Moti si kompa, pas ka morë molli dhe një tre, a ka aska, i që mëjmë, ka da një kokente, tu nga relacionës, ka tera jom livet. Se be vla, a pak fem na ka? Like regjia. Like, faleminderit. Ti ke refreni. O lopte mia, o mat miran këtune, Gjeri. mat miran këtune. O lopte mia, o mat miran këtune, mat miran këtune. Në gjumë rash, një ëndërbash, në këmbë ngrita, zilqiflije vërtita. Zilqiflije, ku dhe i kishte i bimije, a e dije, se unë e do vdes për tije. Zilqiflije, unë jam tu i knu për tyje. Zilqiflije, oj zilqiflije, se lopa të marun tyje. Respekt regjia, një për nostalgjia. Falënderit. Spektakulare. Respekt regjia, edhe këto ishin dy këngë, nuk e kam dëgjuar verzionin e Çuçkave si e keni sjell ju Dali, po e dëgjova tani të ripërpunuar në një format krejt tjetër të podcastit. Besoj që entuziazmi për këtë podcast vazhdon, jeni të lumtur tashmë, keni marrë ato përshtypjet e para nga publiku, besoj si kanë qenë, edhe vërejtje besoj keni marrë. Kemi vërejtje, Se po... e nisa me vërejtjet më duket. Jo, e nisa me vërejtje sepse janë shumë të pakta. Realisht, edhe unë i kuptoj ato vërejtje sepse po vinë nga njerëz të cilët nuk i kanë Nuk e njojnë shumë mirë ambientin ku jetoni ju, apo jo? Po, edhe nuk e din atë humorin, nuk e kanë pa para 10-15 viteve Çuçkat, nuk e din, mendojnë se është një shpikje e re, dhe po ju duket nuk mund ta kapin ende atë humorin Gostivaras, e ne i kuptoj. I kuptoj shumë mirë, sepse edhe unë kur po të ndëgjoj ndonjë tref tjetër, nuk do ta kuptoj humorin e tyre dhe nëse jam impulsiv do të reagoj me njerë me një koment ose me një kritik, po 95% të komenteve janë pozitive. Po, besoj që... Kjo më gëzon. Besoj që njerëzit mund të shohin një të folur të një treve të caktuar, pse jo. Në fund të fundit, podcastet duhet të kenë diçka origjinale dhe... Çfarë ti konsideron se ka origjinale ky podcast? Me thënë humorin vendor, numër 1? Humorin vendor gjuhën, edhe e ka, unë do të kësha qujta pjesën e realizimit, tash nuk e di si ta quja. Ne, kjo është one take, nuk ka post-production, dhe me thënë, kjo fillon edhe mbaron Diçka që duhet tekstuar, se është shumë e bukur edhe unë u befasova kur e dëgjova prej teje Dali. Sqaroj mirë për publikun se ndodh gjithçka aty për aty, siç ndodhin shumë shpesh emisionet të ne që janë në transmetim direkt. Po, kjo është supozuar, më thënë, ideja e parë ka qenë për të filluar në transmetim direkt, ne e provojmë, po kishim probleme me internetin, tash jemi stabil edhe me internetin, na kanë rregullu një kompani të vendase këtu, me njerë reagoj pas problemit, se e pa se kemi shikueshmëri, kemi probleme teknike. Keni përkraje nga qytetarët, kjo është ajo që ka Kemi rëndësi. përkraje, u rregullu edhe interneti, tash jemi gati edhe për të shkuar live, po si do qoftë edhe në momentet kur ne nuk kemi qenë live, e gjithë kjo është bë pa post-production. Nëse ne kemi dhënë fjalën se do të jemi live në ora 11:30, ne kemi filluar në ora 11, kemi bë episodin dhe në moment që kemi mbaru këto është transmetuar në YouTube. Se nuk ka pas asnjë intervenim post-production. Kjo gjithçka është one take. Fillim fund pa prerje. Do me thonë me një kuadër. Në fakt, diaspora është ajo që është emocionuar më shumë nga ky podcast dhe shokët tuaj të fëmirisë që kanë përbërë këtë grupin e Çuçkave. Besoj që është një nostalgji edhe për ata që ka shkuar për pjesën e miqve që i keni jashtë në diasporë. Realisht në Gostivar është shumica e herinis janë jashtë, edhe normal edhe ta thash edhe gjysma e Çuçkave janë atje.
po kemi mbështetje, kemi përkraje, sado kudo po kthejmë atë mallin e Gostivarit, edhe pse ato vinë 2 herë, 3 herë, ose më shumë herë sa herë që kanë mundësi që të vinë, po nuk është se jetojnë këtu. Tashmë ato kanë kriju familje atje, dhe ne po hekim sado pak mallin. Kjo më gëzon shumë, që ne po japim për ato, sepse ato gjithmonë kanë dhënë për ne. Është e vërtet, Dali, me që po flasim për rëndësinë e podcasteve në përgjithësi në gazetarinë moderne, janë bërë të shumta. Cili është opinioni yt mbi podcastet e shumta që ti sheh dhe pothuajse kanë një përmbajtje të njëjtë të gjithë? Rrallë gjen ndonjë podcast që pakës lëviz prej tjetrit, jep diçka tjetër, ofron diçka tjetër. Do të jap mendimin si regjisori Çuçkave? Si njëri që kupton nga podcastet. Si Hajdar Hajdari. Si Hajdar Hajdari, unë do kisha thënë që para se të filloj një podcast, le të mendojnë të paktën ajo temë ose ajo sferë që ato duan të futen, të ketë diçka origjinale dhe diçka të re nga temat ku ata shohin ose mundohen të marrin ide. Le të ketë diçka origjinale, le të japin maksimumin në pajisjet teknike edhe resurset njerëzore për të nxjerrë kvalitet qoftë në audio, qoftë në video. A nëse donë si regjisori Çuçkave, atëherë unë mund të them, është mirë këto fondet që i morin për jashtë të vanalin qeshme pak, se ato va kanë lujt men, u apin fonde, e në ato nuk interesohen, a të kjenë shikueshmëri, a kanë diçka origjinale, po i bojnë shkile shkosa ta ka përcin tarantish. Dhe me thonë, kjo është ajo vërejtja që ti e ke për podcastet. Për ndryshe mendoj se publiku i pranon shumë mirë, i klikon vetë, kjo është e mira, që i kërkon vetë dhe i klikon vetë. Realisht kjo ka qenë edhe një test i joni, sepse gjitha platformat e podcastit, Çuçkat, janë kriju nga zero. Thënë gjitha, edhe YouTube, edhe Instagram, edhe Facebooku. Janë kriju nga zero, një ditë para se të filloj epizodi para. Dhe ne në epizodin e ditë i kemi thyer të gjitha rekordet e shikueshmërisë që parashihen për 2 epizode. Kështu që prapë po e përsëris, jemi në vi me xhamatin. Dhe ne do të jemi aty ku është xhamati. Muzikën ti nuk e lësh, kjo është ajo që ka rëndësi. Bile shumë mirë e ke integruar me... Do ketë muzikë her pas here në këto podcaste? E tash të ti ajo intermezzoja. Disa plane që i kemi, e kemi fillu 2 herë javët për Ramazan, sepse ka më shumë kohë, njerëzit s'kan që bëjnë deri në syfir, kanë kohë për pa, kështu që deri në fund Ramazanit ne do të shkojmë 2 herë javët, hënë edhe të premte. Kemi plan që me mbarimin e Ramazanit ne të rikthehemi në 1 herë në javët, e cila do të jetë një epizod pak më e gjatë se sa është tash është diku rreth 30 minuta, ndoshta do të shkojë 40-50 minuta, do të shkojmë 1 herë në javët dhe këtu do të kemi mundësi që të integrojmë edhe pjesë pak më gjata muzikore. Jemi duke e përpilu planin për epizodet që do të vazhdojnë pas Ramazanit. Për ndryshe, kjo është një mënyrë e mirë për të kaluar njerëzit edhe atë periudhën prej iftarit deri në syfir, apo jo? Po, prandaj e kemi bërë edhe 2 herë në javë. Keni pasur ndoshta një kërkesa për ta zgjatur pak se ju duket shkurt? Një epizod, keni të paraparë, më duket 28-29 minuta, kështu e kanë kozjatjen, gjysmë ore. Këto... Nuk është se kemi fix, po mundohemi ta mbajmë... Shkurt dhe mirë. Shkurt dhe mirë, sepse realisht e kemi një epizod, po të ndarë në gjys, realisht, ashtu konceptualisht, sepse është e premte e hënë, janë 2 ditë në mes. E dim se mu kujtua Halili që të premteve vjen i veshur solem kështë. Po, Halili, jo vetëm për podcast, Halili edhe njëtën e përditshme, nëse dikush e hopën, unë i thamë, nëse dikush e hopën kalendarin, lirisht, kur qef të jetë dina është e premte, nuk është e premte. Po pse? A i gjithmonë ditën e gjuma e ka kështu liq vetvetes, të duket bukur, të vishet bukur, thonë qënë mëngjes, deri në mbrëmje, ditën e premte, Halili është shpic. Halili dhe të gjumana, apo e ka kështu
Si? Se studiova? Lidhet me Xhuman, them. Po, spiritualisht Alili është në vi me xhamati. Jo, edhe me Xhuman, po edhe ka si traditë që ditën e premte, e Xhuma Alili të jetë shpic, ndërsa Adi si ditën e anë se shkon në punë shtetit. Do me thënë, ti ke gjetë në ditët kur ato janë, si me thënë, me gjendje shpirtërore shumë lartë, Po, do me thënë, unë kam mundu që shumicën e personale o publikeve të ative, se ajo nuk është sekret atë e shofin gjithë qiteti kur vishet Alili bukur, të va theksoj edhe në podcast, që prandaj e kom marrë honën premten, është një luftë, realisht edhe kjo është një farë lufte mes Alilit dhe Adisit. Edhe janë si karaktere, si temperamente shumë ndryshe. Po. Apo jo? Janë gjithmonë edhe në tavolin kur bëjmë muhabet, janë gjithmonë kontra njëri tjetrit. Vërtet? Pozit, opozit. Pozit, ndërsa unë jam ai i cili i ngacmoj realisht, është, ta thash edhe kur bisedum privatisht telefon. Kjo nuk është një ide për cilën ne kemi mendu 7-8 muaj derisa kemi kriju këtë koncept. Kjo është përditshmëria jonë. Rolet që i luajmë ne këtu, ndoshta këtu kemi një dosë pak më të madhe të improvizimit, por rolet që i luajmë ne këtu i jemi po ato njerëz që jemi nëse na shef në kidiqani Alilit, që kështu jemi. Edhe e bukura ishte the që ne sa herë që jemi mbledh diku, krejt kanë ardhur të na shohin çka bisedojmë. Dhe tani kanë mundësinë, ju jeni para kamerave, keni një mikrofon dhe tash nuk ka nevojë të vinë në një vend caktuar, por ju shohin pakës më shumë njerëz. Dhe ç'është e vërtetë ju kanë planuar shumë mirë. Edhe këtu kur kanë mundësi të na shohin nëpërmjet YouTube-it ose ekranit, ato prap kemi kërkesa që duan të vinë apo më në vend çto mas se duhet të jem aty të shoh, live të shoh. Po mirë, the që e ke menduar këtë opcionin që të vinë në studio live njerëzit aty, si në këto emisionet talk show që bëhen me publik aty. Të qeshurat të jenë bio. Po, realisht e kam mendu se që nga epizodi parë kisha telefonata kërkesa nga shokët tonë, natyrisht. Edhe pse kjo pjesë e studios andi ka në quçkave, kom edhe pak ven. Ja 10 vetë mund t'i vëndoj atje. Ja 4 vetë shtu maske regjia. Edhe shumë mirë, ndoshta edhe të ndihmojnë regji. Kush e mirë mana të studio në fund, kush i heq ato llomet? Si thoni ju? Quçke, kush e pastra? Quçke, kush e pastra? Une. Ti, a? Si zakonisht? Realisht është shtëpia ime, është studia ime, une. Edhe nëse pikush ka qef, po unë nuk e lejoj. Edhe jam... Jo se jam i sjellshëm, nuk duhet mi prek enjoy-a, duhet vetë shumë. Më thuaj gjën më interesante që ka ndodhur gjatë realizimit të këtyre podcasteve, përveç asaj që kemi parë dhe që kemi qeshur ne. Më prapasken, çka ka ndodhur diçka që ndoshta se keni ndarë akoma me publikun? Në prapasken ka disa momente ku ulemi unë jo këtu të regjia, po atje bashkë me ato në pjesën tjetër studios, dhe po kërkojmë, realisht po flasim se cili vetë me vete dhe po kërkojmë tema për quçkallëqe, edhe me një moment ndodh ku Adisi pa vetdije hip me një temë kështu. Hipa? Hipa me një temë kështu, pa lidhje. Edhe ai momenti ka qenë epik se Alili bie në gjujen ndale, lishohe. Do me thonë ka pas... Dali, di pse qesha. Qesha shumë se ju në Gostivar thoni hipa për kur hyni dikun. Për shembull hipa në Google, hipa në YouTube. Po, hipa po drone. Hipa në një temë. Edhe kjo është epike për ju. Do ta përdorni pakës më shpesh, apo? Po, patjetër. Dhe t'i vije radha edhe kësaj. Kur do hipim ke kjo temë? Ju do hipni edhe në podcast, do me thonë. Ju hipni në podcast. Ne hipim live. Atëherë ju urojmë shumë suksese, të falenderojmë shumë për kohën që ndave, Dali. Falenderit shumë edhe juve që gjithmonë jeni, do me thonë, në momentet e para ku une kam realizu diçka të bukur, ju keni qenë të pari që më jeni lajmëru. Qoftë më keni ftu në emision, po qoftë edhe më jeni lajmëru kështu privatisht telefon.
për të më uruar për projektet e mia. Po, edhe publikisht ju përgëzojmë shumë për punën, urojmë të vazhdoni edhe më tej të na ofroni humor në një kohë kur sidomos humorin tuaj që i keni të anës, kemi shumë nevojë. Në një kohë kur e qeshura është bë luks, qeni staram. Faleminderit shumë edhe për gjitha efektet që na i sollte, që ta ndjejmë pak a shumë edhe atmosferën e podcastit Çuçkat. Ju urojmë çuçkallëk të mbar. Faleminderit shumë. Juve ju ngelet vetëm të çuçkalliteni bashkë me ne. Patjetër do vim një ditë te Çuçkat aty në studio të shohim se çfarë po bëni. Ta përjetojmë humorin live atje në studion tuaj. Ju urojmë suksese. Faleminderit.